Në Kosovë, drejtues të odës ekonomike kanë shprehur shqetësimin për gjendjen ekonomike në vend si pasojë e zhvillimeve politike. Kryetari i kësaj ode, Safet Gërxhaliu, thotë se 2014 do të jetë vit i humbur për ekonominë e Kosovës dhe me pasoja për të ardhmen e saj. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Përfaqësues të odës ekonomike të Kosovës thonë se viti 2014 do të jetë vit i humbur për ekonominë e vendit dhe me pasoja për të ardhmen e saj. Kanë kaluar më shumë se 4 muaj që nga mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë dhe për dallim nga e kaluara, kur krijimi i institucioneve ishte më i lehtë, kësaj radhe kjo po përshkohet me sfida të shumta. Zhvillimet e deri tashme, sipas njohësve të çështjeve ekonomike apo shkuara në zgjedhje të reja, do të kenë pasoja edhe në ekonominë e vendit. Kryetari i odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se bizneset në vend vazhdojnë të përballen me sfida të shumta në mjedisin e të bërit biznes dhe se situata e tanishme e ka përkecuar edhe më shumë. Në rend të parë do thotë ka rënë intensiteti i komunikimit ose i partneritetit publiko-privat, në rend të dytë kanë rënë numri i investimeve në sektorin publik ku sektori privat ka qenë aktiv dhe nëse nuk kemi do thotë investime kapitali, si mund të kemi aktivitete afarise për sektorin privat, si mund të kemi zgjerim të kapacitetit e tyre dhe si mund të kemi krijim të vendet të reja të punës. Dhe kur krejsaj shtohet edhe fakti se jemi në fund të vitit dhe nuk kemi planifikime buxhetore për vitin 2015, a nuk mjaftojnë këto që vërtet do thotë ta dëshmojnë që viti 2014 ka qenë një vit i dështuar. Zoti Gërxhaliu thotë se si pasojë e situatës politike do të duhet edhe shumë vite që të përmirësohet gjendja ekonomike në vend. Por tëra kjo do të arrijë atë kur do ta kuptojmë me seriozitet se prioriteteve në Kosovë duhet të jetë zhvillimi ekonomik. Derisa për ekonomi vetëm flasim dhe nuk bëjmë, është e pamundur të kemi zhvillim ekonomik dhe është e pamundur të kemi rikuperim të pasojave nga ngërçi politik. Ai u bën thirrje partive politike për të kalimin e ngërçit politik sepse sipas tij pasoja do të jenë shumë të mëdha. Dhe jemi në fund të vitit ku duhet të bëhen parashikimet për buxhetim në vitin 2015 dhe tëra kjo vetëm një dëshirë dhe është e pamundur të jetë realitet, atëherë parandot çfarë do të jenë pasojat që do të barten nga ky vit në vitin kalendarik 2015. Është koha vërtet ku duhet të apelojmë dhe të bëhen presione të forma të ndryshme që të kemi institucione sa më shpejt është e mundur, sepse Kosova nuk e ka luksin e vet, qoftë ekonomik, qoftë politik, qoftë social, që brenda një viti kalendarik të ketë 2 herë brenda vitit zgjedhje dhe në këtë drejtim është koha kur duhet më tepër të bëhet për Kosovë dhe jo vetëm të mbron interesat e grupeve të caktuara politike. Duhet kuptohet dhe besoj që do të jetë një mesazh për të gjithë që mbi shteti nuk është partia politike, në rend parë është shteti dhe më pas vijnë partitë dhe politika. Njohës të çështjeve ekonomike thonë se këto vonesa kanë sjellur më së shumti paqartësi për të ardhmen ekonomike, ndërsa kanë bërë thirrje që qeveria e ardhshme duhet të ndalojë rënien e mëtutjeshme ekonomike dhe të fillojë reformat për të ardhmen. Edhe raportet ndërkombëtare kanë përshkuar me tone jo shumë të këndshme rrjedhën e zhvillimeve ekonomike të Kosovës gjatë viteve të fundit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë.